Edi Rama doli dhe e cilësoi Iranin organizat terroriste. Po të njëjtin kohë, PD-ja në krye Sali Berishën doli nga PD-ja një javë e ca më përpara dhe ai e quajti Iran organizat terrorist. Para ca kohë, një vit o 2 vjet, i hoqë dhe ambasadë, sepse këta harrojnë fare që kanë 3.000 veta nga Irani, të 3.000 që janë specialista. Këta janë terrorista, që është e vërteta. Pavarësisht se kanë erdhur gjoja, ishin kundra shtetit Tirani. Pa të janë bashkëpunëtorët e tyre. Janë të ndarë më të 4 anët që të ndihmojnë përsëri shtetin e Iranit. Irani para ca kohe, para 2 muaj, ishte demonstrata më e madhe në Iran. Janë vrarë shumë njerëz, qindra. Me mira e me mira janë burgosur, se ishin kundra gjoja shtetit tyre. Po ja pra, goditje e parë që u bë nga Izraeli, ata u bashkuan përsëri për të mbrojtur vendin e tyre, shtëpitë e tyre. Unë qëllimisht u largova nga tirania. Nga tirania e mizave të kalit. U largova për arsye se ishte përhapur që Irani do të godiste me misëll Tiranë. U thash, të njëjtin, dhe Irani e di, shkaktar, largimi i ambasadës, shkaktar, pranimi gjoja e 3.000 vetave, janë 2 partitë, që në kohën e Sali Berishës ata kanë erdhur 1.000 ca veta, dhe Edi Rama i mbushi me 3.000 ca veta. Po me thënë 3.000 ca kriminali, 3.000 ca kanë ardhur në tokën e Shqipërisë, hanë, pinë me gjakun e shqiptarëve, me paratë e pensionistëve. Dë vend t'u japësh para pensionistëve, mban me ushqim armiq tanë. Shqipëria është e sigurt në asnjë mënyrë. Vërtet lufta do bëhet sprej, do shkoj edhe në Evropë, e në Itali, do vej edhe në Francë, e në Ingliterë. Lufta do hapet po thuen gjithë Evropën. Për arsye çështjen e naftës, pavarësisht se kanalin e kanë bllokuar dhe është në dorë të Iranit. Unë e di që të gjithë thonë kur do arrestohet Balluku. Unë kam thënë gjithmonë, Balluku është e 1.000. Balluku do arrestohet, po demi që asjell kombit Shqipërisë quhen 2 persona. Një quhet Edi Rama dhe një quhet Sali Berisha. Të 2 këta janë së bashku, të 2 janë të një rruge, të 2 kanë qenë bolshevik, familje bolsheviku. Jo vetëm kaq, po janë dhe familje spiuni. Jo vetëm dhe kaq, po të llogarish për ardhet e tyre se janë shqiptar fare.